profesor të mëdhenj, asnjëherë nuk përgjigjen dhe është paksa e çuditshme sepse ata kanë nxjerr dhe doktoruar breza të tërë studiuesish dhe është e turpshme që një profesor të cilit i cënohet autoriteti edhe në gjalljen e tij e ka të pamundur të përgjigjet. Kjo do të thotë tregon edhe në sytë e publikut, po edhe në sytë e studentëve të tyre se këta profesor nuk janë realisht profesor. Ne dimë që shumica e profesorëve në Shqipëri që mbajnë titull që ka kohë Enverit e kanë marrë titullin pa pasur një punë shkencore. Të vërtet. Të tillë për shembull mund të përmendim shumë, një nga ata është edhe presidenti Recep Mejdani. Dhe siç e dim kohët e fundit ata e kanë të pamundur të nxjerrin doktoraturat e tyre, punët që për të mbrojtur titullin shkencor, u ka dhënë pushteti politik, sepse kishte nevojë për profesor dhe ata kurrë nuk mbrojtën një disertacion. Në biografi. Dhe tani është ky handicap që në botën e albanologjisë, që është një shkencë e cila duhet të përparonte, ata nuk përgjigjen dot. Ata konform ligjit për transparencë dhe informacion duhet të tregojnë doktoraturat e tyre. Por të bëhem unë një çik i zgjuar dhe unë kështu